si bashki nuk kemi asnjë lloj njoftimi zyrtar nga asnjë lloj institucioni për reformën. Bashkia e Fusharësit i ka marrë gjitha masat, është emëruar Këshilli Bashkiak, ka filluar procesi mand të organizata shoqërisë civile për kalimin e referendum, pyetjen e qytetarëve. Unë mendoj që përzgjedhja në dy qarqet e Shkodrës dhe të Lezhës, përzgjedhja e Fusharësit, për me ndryshu ekonominë e gjithë zonës veriut me Bashkinë e Fusharësit, e cila për hir të vërtetës është një bashki që ka një potencial jashtëzakonisht ekonomik, ka një industri, sot që po flasim kemi 4 minjera që fabriken edhe 3 fabrika ujë, potenciali industrial në Bashkinë e Fusharësit është më i madh se në çdo bashki tjetër më nej, dhe japim GDP shqiptare që na dhon në shekuj. Unë mendoj që me mjetet demokratike Bashkia e Fusharësit do të jetë ndërbashki që do dalë zot vetit. Këtu do lëbojmë shumë dhe me institucionet ndërkombëtare dhe me shoqërinë civile, edhe të mirë organizata që ka shoqëria civile dhe me gjithë diasporën. Kemi vazhdu negociatat me gjithë, kështu që nuk do të jetë shumë e lehtë që Bashkia e Fusharësit përdoret fjala shkërje, e kuptove, i cila mendoj se është edhe pak i term si i papranueshëm edhe për institucionet e Bashkimit Evropian, shkërje, këtu bëhet fjalë për bashkime. Ne komuniteti me gjitha nigjesat që janë bën nuk ka asnjë pretendim nga asnjë banor i Fusharësit që të bashkohet apo të kalojë në një bashki tjetër apo në një territor tjetër. Kështu që Bashkia e Fusharësit nuk do të jetë vetëm një institucion gjeografik. Bashkia e Fusharësit ka një emër, ka një histori, i bëj thirrje gjithë deputetëve djathtë të majtë, gjithë edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë.